Një aksident i rënd rrugor me pasojë vdekjen është regjistruar në autostradën Fier-Lushnje në kryqëzimin e Vajkanit, ku 2 automjete tip Furistrad u përplasën mes tyre. Përpasoi 60 vjeçarja Mariana Kovaçi ndoroi jetë, ndërsa 2 persona të tjerë mbetën të plagosur, bëri me dije policia e Fierit. Sipas burimeve, gruaja që humbi jetën po udhëtonte me vajzën e saj, e cila drejtonte një automjet tip BMW dhe mbeti e lënduar. Ekspertiza paraprake tregon se shkaki i aksidentit ishte një manovër e gabuar e drejtuesit të një automjeti Citroen, shteta huaj, i cili përplasi makinën ku udhëtonte viktima. Burime nga Spitali i Fierit konfirmojnë se 2 të plagosurit ndodhen nën kujdesin e mjekëve dhe po marrin trajtimin e nevojshëm, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore vazhdon të monitorohet. Ky segment rrugor është problematik dhe ka prodhuar disa aksidente, ku shkaqet kryesore evidentohen përdorimi i telefonit gjatë drejtimit dhe parakalimet e gabuara. Ky është aksidenti i dytë me pasojë vdekjen i shkaktuar nga turistët në vendin tonë në harkun e pak javëve. Në Vlorë më herët 2 persona humbën jetën pasi makina ku udhëtonin u përplas nga një mjet i cili drejtohej nga një shtetëse italiane.